Brother Radio. Mirë mbrëma të ndërër të gjues të Top Albania Radio. Jemi live në Big Brother Radio me mua Atalanta Kërçukun, si çdo të marrë të premte në orën 20. Për të gjithë ju që jeni duke shkuar për në shtëpi dhe nuk doni ta humbni këto puntate të sotme, mos u shqetësoni, mjafton të hapni kanalin numër 10 në digital dhe aty do të mund të ta dëgjoni dhe mund të na shikoni mbi të gjitha. Thënë të gjitha këto, le të bëjmë atë që dim të bëjmë më mirë. Të punojmë në Big Brother Radio dhe të komentojmë çdo gjë që bëhet në shtëpinë më të famshme në Shqipëri. Sot kemi një të ftuar speciale, një të ftuar very close to my heart, do thoshte dikush në anglisht, por unë s'kam se flas anglisht, a kupton? Unë flas shqip. DJ Ankloe. Mirëmbrëma dhe faleminderit për mikpritjen zemër. Shumë kënaqësi të kemi të ftuar, madje jam shumë e lumtur që është e para intervistë. Është e para, po. Në Big Brother Radio je ekskluzive në intervistë. Ku janë ato? Fusni këto DJ, ke parasysh? Qa muzikë Po, duar trokitje. Kjo jam unë, shnoje këtë. Më bën shumë qefi që je për herë të parë me shokun tënd, mua personalisht. Po si ndjesh? Ndihem shumë çuditshëm që nuk jam atje mbrapa pultit të transmetimit, po jam këtu në mikrofon edhe Mendoj që ta bësh sërish apo do të bëj edhe një pyetje në fund, sepse zakonisht to emocionet e para janë gjithmonë të sakta. Nuk është çështja e emocioni, është çështja që janë tema të cilat unë preferoj që mos i para komentoj, pra preferoj që mendimet janë personale të çdo kujt, por pikërisht. Ne prandaj duam njerëz të veçantë që nuk shpërndajnë informacione dhe nuk do dëgjoj njëri, kështu që veç vazhdo. Po ja, absolutisht, një shqiptari e tërë. Një pak se kaq joje. Si të zhdukur loja pas prajmit të fundit? Loja ka qenë shumë dinamike, me konflikte, me debate, si gjithmonë, sepse preferojnë gjithmonë që prajmin ta kapin duke patur debate. Nuk mendoj që është një mënyrë e bukur, nuk mendoj që është një mënyrë e drejtë, mendoj që loja mund të fitohet edhe duke qenë në gëzim, edhe duke qenë në paqe me njëri tjetrin. Por kjo është loja që kanë zgjedhur banorët të bëjnë. Kështu që le të bëjnë që duan. Po dinamikat e reja armiqësit, cila përplasje mund të themi që të zhdukur më e forta nga të tjerat? Shiko, gjithmonë përplasjet më të forta që pas hyrjes së Rogertit e ka patur ai me banorët. Prekjet që i ka bërë i kanë tejkaluar pak norma, siç preku Stenaldon që ishte diçka shumë e papranueshme. Por edhe banorët e tjerë se kanë qenë lehtë në konfliktet ose në debatet që ai ka shkaktuar, mendoj që ai ka trazuar shumë shpinë me hyrjen e tij. Po në rastin e Kristit, i cili ka lagur Rogerti me ujë, mendoj që do të kemi një zarf të zi për këtë gjë? Mendoj që nëse do ishte për zarf të zi, zarfi i zi gjatë do ishte dhënë. Pra nuk mendoj që do ketë një zarf të zi, mendoj që mund të ketë në një penalitet, ose mund të jetë një tërheqje veshi, ose diçka që do diskutohet me patjetër. Mendoj që Kristi reagoi pak jashtë linjave, pra mund ta kishte menaxhuar shumë më qetë, shumë më mirë, shumë më ndryshe. Por gjithashtu kuptoj dhe anën tjetër që janë në një shtëpi të izoluar dhe nervat mund të kalojnë disa caqe që jo të gjithë mund t'i përballojnë. Normalisht. Si të zhdukur Rogerti, le të flasim pak për kryefjalën e antagonistit tani më. Shiko, për Rogertin nuk kam shumë koment, pasi nuk është një personazh që do doja të flisja shumë për të, sepse nuk jam dakord me veprimet që ai bën. Po thosë asgjë që ai bën. Ai kërkon falje në Prime, pastaj vazhdon njësoj me gjëra në mos i kthen më të rënda, ka thënë një fjali që ai më katon gjithë javën, pastaj shkon të shtunave falet në kishë dhe pastaj të dielën e ka pushim, gjë që nuk më duket e bukur. Flas edhe si një besimtare, gjithashtu dhe si një person i thjesht nuk mendoj që është e bukur që ta prekësh një person, pavarësisht se ai ka thënë për veten e tij, por çdo kush mund ta marrë personale, nuk mendoj që është e bukur për tu thënë si gjë. Atëherë më njëherë pas komentit që patëm për Rogertin, do të kemi një shkëputje të shkurtër publicitare për të rikthyer sërish në pjesën tonë të dytë. Ta ndiqni. Big Brother Radio. Është momenti që ke pritur. Final sale në Max Optica. Ulje deri në 70% në koleksionet e syzeve të diellit dhe optike. Modelet më trendy, markat e tua të preferuara dhe cilësia që meriton shikimi yt. Tani më me super çmime, por vetëm për një kohë të kufizuar. Mos e humb këtë mundësi. Na vizitoni në dyqanet e Max Optica ose porositë lehtësisht online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision. Falenderoj Max Optica për mbështetjen e vazhdueshme ndaj Big Brother Radio. Jemi këtu me DJ Ankloe dhe Atalanta, come la squadra di calcio.
Po flisim pak më parë me Rogertin, e mbyllëm me të, nuk e përmendim më, meqense edhe Tina e bëre pap dhe me shumë të drejtë. Do vazhdojmë të bisedojmë tani më për dy vajzat për të cilat ne do të fillojmë me një video, është video numër 2, regjia nëse është e mundur të përgatisim video numër 2. Është video në cilën Greta dhe Baby G debatuan ashpër dhe duke sigur janë ato dy vajzat që ndodhen shumë pranë nominimit dhe le të shpëtojë njëra prej tyre, do ta analizojmë sërish në studio. Ndjekim videon. Okej? Kaq. Nuk ta bën veshje klasë zemër si nuk e ke shpirtin. Atëherë më thoj për takat. Çka ka keqe vesh taka moj? Nuk ta bën veshje, nuk ta bën veshje. Ti je femër vet, ti si vesh takat. Edhe normalisht jam femër vet. Si është? Është marrë me vesh taka. Është marrë me vesh taka. Po pse e thua atëherë? Shko vish takat edhe çfarë do me tregu me këtë? Çfarë do me tregu që mbaj për çfarë do përlami? Për çfarë do përlami? Për çfarë do përlami? Po nuk e di këto argumentet e tua që i thu njërës, a jeti, a e ke bo apo se ke bo njetë. Këto e në argumentet e tua të flishura. Ti se ke bo, ajo se ke bo, të gjithim nuk e keni bo, unë e kam bo, okej, bravo, halal qof, qa keni? Po turp, qa shkojnë njërzit edhe qa, tuat banë që opa, qa... Ti pse jetu e mbrojt Burkina, shot apase. Sepse dua, ma do, zemra ime. Bye. Ma do zemra ime, du ta mbroj Brikenën, se meriton. Kë shikon si favorite mes të dy vajzave, duke se janë shumë të stresuara, shumë nervozuar dhe si e përgjyra kështu, hajde të zihemi për takat. Shiko, është një debat, personalisht mendoj që është një debat i ulët, sepse nuk mund të preket një femër të takat, që dihet që takat çdo femër vesh, në çfarë do lloj rasti. Dhe është një debat që besoj është hapur vetëm për të shpëtuar nominimit. Nuk është një debat konstruktiv, është një debat i kot. Nuk mendoj që ka një vajzë favorite, sepse favoritja do ishte ajo që do përpiqet t'i anashkalonte debatet e kota, dhe nuk mendoj që është diçka që ti duhet t'i japësh frymë dhe duhet t'i japësh zë. Por duke ndjekur lehtësisht videon, Greta për mendimin tim është pak më favorite, pasi mendoj që u përpoq pak më shumë për të ulur situatën dhe duke e pyetur vërtet, pavarësisht se notat e zërit ishin shumë të larta, por duke e pyetur vërtet që pse çfarë problemi ka të veshësh taka. Ndërkohë që Baby G e degradoi pak edhe me punën e përqeshjes dhe nuk mendoj që është diçka e bukur. Mbylljen e veshëve dhe sidomos për çfarë do zihemi. Duke sikur po thoshte që le të zihemi për diçka dhe s'kam ku të kap dhe për çfarë do zihemi. Sikur çoi edhe një mesazh nëpërmjet kësaj. Greta si kunata më e famshme tani më për momentin ajo është e ka stafetën, si të zhdukur në lidhje me Selinën. Shiko, Greta është shumë e qeshur dhe duket një person shumë i dashur, por është pak a shumë jam pak me opinionin e Arbrit që ka dhënë kundrejt Gretës, që flet për Selinën brapa krave, ndërsa në Prime është e dashur dhe but. Nga një anë mendoj që nuk e ka me tendencë, e bën pa dashje, e bën pa të keq, por duhet të përpiqet ta mbroj pak më shumë kunatën e saj, sepse në fund të ditës janë familje dhe sado mund ta kenë për loj, është diçka që nesër pas nesër edhe mund t'i prish punë atyre të dyjave, dhe gjithashtu nuk është një shembull i mirë për të dhënë në një program televiziv që dy kunata të sillen në këtë mënyrë. Mendoj që duhet tregohet më shumë dashuria për njëri tjetrin dhe jo vetëm familjare, mendoj dashuria në përgjithësi. Po, kur çfarë do të raporti të kesh, qoftë shoqëror, qoftë për dikë që ti e njeh përpara dhe ke pasur sadopak njohje, aty brenda duhet të ketë një avantazh, një disavantazh për ta përdorur. Më pëlqejnë këto këndvështrim. Ku ke qenë më përpara ti dhe pse pikërisht ke qenë pasme? Sepse kur të jesh para. Shiko, pjesa e pasme është pak më e rehatshme, nuk dukesh trikon me kamera, je më e lirshme dhe puna teknike është më e thjeshtë se sa të dalësh dhe të analizosh dhe të flasësh. Je duke fol keq jetë. Nuk flitet kështu. Thuhet, "Ua, tani që e provova këtë, nuk e ke ide, po shkul flogot sa bush nga ti." Ndërkohë regjia përgatisin video numër 1, video në cilën banorët flasin për Rogertin, se si ato mendojnë që ai do të shkojnë në finale dhe ne do të rikthehemi sërish në studio për ta komentuar, si gjithmonë. Absolutisht. S'dele dhe sa? Ti mëron fitu ky? Po dhe? Nuk e fishon të bëjnë qema të zerë. Kjo shto më fitu? Do shë me kolla, do me shumë finale. E ke finale? Roje derët për zotën? Po. A do pa? To ke finale? Po. Por ujta qetësin që Kristi ju munu dhe gimboja. Po dërin, vjen dërin të keqin po këtësh. Por ujta qetësin.
E ki edhe një aplikator dhe çon të shtëpia. Tani vetëm tata, vetëm femët lutem mos i shaj. Ta ka marrë këshillën më vlla. Ky do dalë me sa herë ta vonë. Ta garantoj edhe më e men këtë gjë të Ku i kanë shpresat? Ja. Herë ta vonë do dalë. Presim ti shoku tani. Do të thon fjalori, ofendime, degradimi që ka bërë ky këtu brenda, si Big Brother, unë personalisht nuk e kum pa. Po më ka marrë më atë masën. Ka marrë certifikat. Një rekord e ka thy për të kaq Publik i dashur, ne du gjana të reja, i ka gju publiku këto, janë konsumume. Si s'kam ndryshuar vlla. Ujti. Unë nuk e di. Po si s'kam ndryshuar se unë ndjej vetë. Ja, qalidhje thot. Qalidhje thot. Ai ka la këtë dyshet të shtëpisë, i ka la njerëzit pa gjuhë. Sipas analizës së banorëve, të gjithë e shikojnë Urgertin si finalist, edhe pse ai ka qenë një ndër banorët që është futur më vonë se të tjerët, pra do jetë një ndër rastet e rralla, por jo të pamundura që ka ndodhur në Big Brother. Kjo tregon forcën e tij, pavarësisht se është forcë negative, ka edhe pozitive. Dhe si e mendon tani më këtë? Do beson që vërtet ai do arrijë në finale? Shiko, nëse unë mendoj që ai arrin në finale, mendoj që mund të shkojë deri në finale. Nuk do doja të shkonte në finale sepse nuk është një shembull i mirë. Mendoj që publiku mund t'i japi një mundësi deri në finale vetëm për të parë nëse ai mund të ndryshojë dhe nëse mund të sillet ashtu siç ka thënë dhe në përprajmet e kaluara që do ndryshojë dhe do sillet më mirë, më ndryshe. Do doja vërtet që të dilte me zarvëzi, si shta Brikena, por nëse do ishte për të dalë gjatë, do kishte dalë. Ai ka marrë paralajmërime dhe mendoj që në bazë të paralajmërimeve ka kuptuar limitet e lojës. Prandaj dhe ndihet i qetë. Ndihet i qetë dhe e di që brenda atyre kufive mund të luajë sepse nuk penalizohet nga asgjë. Një antagonist që përflitet si finalist. Përse mendon që publiku e mban ende në lojë? Edhe aq më shumë në rast se do të çojë në finale. Pra, është një njëjti qëndrim. Mendoj që duhet parë vetëm nëse Rogerti ka një ndryshim ose për të parë se si do luajë me banorët të tjerë. Në fundit Big Brother i deri diku është një lojë nervash. Pra, mendon që ato e kanë mbajtur më shumti për të parë se sa ai do të arrijë t'ia nxjerrë këtyre banorëve të tjerë atë anën negative, sepse mbase me këtë kaq pozitive sapo ishin nuk po dilnin. Edhe aq pozitiv derisa para se të hynte Rogerti nuk ishte ishin. Pra nuk ka më një gjë aty çfarë? Shiko, o një gjë në një program si Big Brother i është vështirë të kesh. Pra një gjë që të jenë të seriozisht siç mund të ketë qenë Beniada, që Beniada ka qenë personazh shumë fantastik në atë Big Brother, vërtet sillte buzëqeshje. Këtu është një Big Brother që është pak më shumë me konflikte, por Rogerti për këtë besoj do shkojë në finale vetëm për të parë nëse mund të ketë një ndryshim edhe për të parë deri në çfarë limitash mund t'i çojë banorët. Pra deri ku është kufiri që ai mund t'i nxjerrë nga vetja banorët e tjerë. Në rregull, ne tani më do të shkëputemi për hapësirë tjetër publicitare për të rikthyer sërish në pjesën tonë të tretë. Na ndiqni Big Brother Radio. Big Brother Radio. Je gati të humbasësh deri në 7 kg me 15 shoca 100% organik. Me Fit Shots, pija 100% organike, topsimi bëhet më i thjeshtë se kurrë. Me përbërës natyral si panxhari i kuq, limon, çaj oolong, uthullmolle, ndihmon në pastrimin e trupit, përshpejton metabolizmin dhe redukton peshën deri në 7 kg në 15 ditë. Rezultate reale, energji çdo ditë, trup në formë, zgjidh shëndetin, zgjidh veten, zgjidh Fit Shots. Fit Shots, fuqia e natyrës për trupin tuaj. Dikush e ka pirë këtë, por unë do ta marr të gjithë kutinë në shtëpi, sepse nuk lë më asgjë në radio nga Fit Shotsi. Harroje. Rikthehemi sërish në studio në pjesën tonë të tretë. Koha lëviz shpejt, por jo më shpejt sa komentet tona për Big Brother. Jemi me DJ Ankloe dhe Atalanta Kërçykon. Atëherë, po flisim kë kemi lënë pa analizuar. Okej, kemi lënë ende banorë të tjerë, ka banorë të tjerë. Do të vazhdojmë të flasim tani më për Selinin dhe Mirin dhe Gimbon. Si të zhdukur kjo lojë, sidomos në lidhje me të tre protagonistët, por edhe veçmas me Selin dhe Gimbon. Lojë, misi, planifikim, what's that? Shikon, nuk besoj se është planifikim, duke qenë se mos gabojë nuk janë njohur para Big Brotherit, kështu që nuk ka si mund të jetë një planifikim. Edhe nëse mund thuhet që planifikimi ka ndodhur brenda Big Brotherit, ajo gjë do ishte parë. Por mendoj që Gimbo e ka vërtet seriozisht me Selinën dhe Selina kur nuk është pranë Mirit, e ka
reale me Gimbo. Seriozisht. Se ishin tek pjesa e shpellës që po kapeshin prej duarsh me njëri tjetrin, por kur është mirë aty e shoh që janë pak më distant, e kthejnë më shumë në lojë Selina, më shumë se Gimbo e shoh që ka pak më reale. Ndërsa tek pjesa e Mirit dhe Selinës, mendoj që Selina është larguar goxha nga Miri, por mendoj që dhe Miri duhet të luajë vetëm sepse është lojtar i fortë. Por e penalizon pak pjesa që po merret vetëm me Selinën. Duhet që ta shohim edhe vetëm. Çfarë loje mund të ketë vetëm. Si të duket tani më? Duket qenë se Miri e ka nisur si lojtari më i fortë, paktën nëpërmjet këtyre të dyve, Mirit dhe Selinës. Duket sikur ai ka lënë të tërë vëmendjet dhe të tërë fuqitë armët të luftës, le të themi një krahasim letrar, ja ka dhënë Selina sepse duket sikur komplet loja e tij po rrotullohet rreth saj siç edhe vetë thatë. Jo, nuk mendoj që ka lënë gjithë armët Selinës, mendoj që kjo është mënyra e tij e të luajturit. Pra ti bëj banorët brenda, sepse publiku nuk e gjen dot, por ti bëj banorët brenda të mendojnë që gjithë lojën e tij e ka në dorë Selina. Në fakt ajo shumë në dieni për lojën e tyre të dyve dhe mendoj që është një skenë, le ta themi në thonjza, që është pak më shumë për të ulur Selinën dhe për të ngritur Mirin, sepse duke ja lënë gjithë barën Selinës, këta të dy kanë gjatë gjithë kohës prime për të dalë dhe për të folur dhe prap dhe prap është Selina ajo që flet më shumë për Mirin dhe Miri vetëm rri dhe dëgjon, pra Selina mban situatën e Mirit për Mirin. E di sa të ftuar kanë pyetur në lidhje me këtë dhe askush nuk ka dhënë një këndvështrim të tillë. E bukur kjo. Secili ka mendime. Unë di të them që do ftohesh sërish dhe nuk ka shanse të mos ftohesh sërish. Tani më kur të marrë Elona në telefon. Po në lidhje me e zëm do të jetë një nominim i beft dhe Selin do duhet zgjedh midis Mirit dhe Gimbos për të mbajtur Lorë. Cilin prej tyre mendoj që ajo do? Absolutisht ajo do mbaj Mirin. Mendoj që do mbaj Mirin sepse ajo tha që unë lojën time me Mirin do e vazhdoj, mos gaboj unë. Dhe me Gimbon nëse kanë diçka do e shohin jashtë. Pra ajo nuk do ta preki shumë marrëdhënien e saj me Gimbon brenda shtëpisë, sa do ta mbaj jashtë dhe me Mirin ajo e ka çështje loje. Dhe ajo e di shumë mirë që nëse vazhdon me Mirin këtë lojë, do eci shumë gjatë në Big Brother. Që mendoj që do zgjidhte Mirin patjetër. Po, dhe kjo pyetje besoj që do ta kryqëzoj atë. Sidomos në lidhje me Gimbon që është të jetë i dhënë pastaj. Tani më regjia do të përgatis video numër 4, video në cilë Rogjeri dhe Miri, ortak kundërshtar, le të themi që bisedojnë me njëri tjetrin, bisedojnë të jetë ambicios, në lidhje me një ortakëri, le të themi, e ndjekim dhe rikthehemi sërish për të analizuar. Ti pompi mu për i gjo që jetoj sa i be. Jo. Ma ki kujdesi the. Ke dalë në vonë trofimit të qajtë, e du mërë vla, e du. A ke dalë? Normal, dhe ki kujdes ka merak, pa tjetër. Për që e ke merak? Ajo ka dashurin. Po let ketë, më let a vazhdojnë. Po që do tjeti? Po që ty që duhet, më. Që do mërë? Po që duhet ty, më. Ajo është akri. Po mërë vla, e ka vërtake në lojë. Po ortakëri lojë, ma ai është të prit me zor, të prit butonin të ushtit. Po, butonin. Po, ajo pra. Bisedën me ty e bëri, ma. Po, le ta shtypi, por ajo ka butonin, se ka mund. Do t'ja edhe shtashi gjitha veprimet e tua saj. Si të zhdukur kjo lojë ortakërie, lojë sulmi, po njëkohësisht duket sikur po ato më japin njëri tjetër vëmendje, kuptojmë, por çfarë do të thotë autori me këtë tekst? Shiko, është lojë fjalësh, sepse ai thot këtej kujdesen për të dhe pastaj këtej thot e kam ortake. Pra nëse ti e ke ortake atë, do e trajtosh atë si çdo banor tjetër, sepse në fund të ditës loja atyre, më paktën me sapo vijnë ditët, nuk është më aq bashk sa që kanë qenë që në fillim. Janë lehtësisht më të ndarë kundrejt njëri tjetrit. Dhe nga ana tjetër thot unë kujdesem për të mos dalë nga fjala që Selinën e ka si vajzën e tij. Pra prap është disi në kontradikt që këtej thot e kam vajzën time, pastaj këtej thot e kam ortake. Dhe prap në të njëjtën kohë kur thot që e kam ortake e trajton më ndryshe se sa kur thot e kam vajzën time. Pra është kontradiktor, po thua si personazh? Deri diku është kontradiktor. Mendoj që është kontradiktor. Është e vështirë të shkosh në ndërprertim më të thellë tek Miri për të kuptuar se vërtet çfarë ndjen. Mendon që ai është lidhur emocionalisht me të?
Nuk mendoj që është i lidhur emocionalisht me të, mendoj që duke qenë se Selina dhe vajza e tij janë disi të ngjashme, mendoj që mund ta ndjej në thonjza afërsinë me vajzën, por mendoj që është thjesht lojë. Pra thjesht një dëmshuri normale që mund të lindë për çdo që që i afrohet karakteristikave të përgjithshme të një personi tjetër në rast konkret. Absolutisht. Atëherë, dalim tek pyetjet e tjera në lidhje me banorët e tjerë. Banorët e tjerë, Brikena Mateo. Brikena Mateo Po s'mund të linin të pa analizuar dhe këtë. Është një situatë e çuditshme. Jepi. Është situatë shumë e çuditshme. Në të kuptim se unë pres tani këndvështrime të reja nga ty. Sepse para se Mateo të futej në shpellë, ata prap kishin largësi kundrejt njëri tjetrit. Nuk është se ishin aq të afërt, kur Brikena u kthye në shtëpi, patën një përqafim dhe prap u duk që Brikena i kishte duart poshtë, nuk i kishte sipër shpatullave të Mateos, pra duke që ishte një përqafim shoqëror, dhe që pas hyrjes së Mateos në shpellë, Brikena filloi dhe u afrua, tregoi më dashuri, mos ke merak për mua këtej, pyste dhe Gimbon për Brikenën, Mateo, pyste Gimbon për Brikenën, kështu që mendoj që Brikena tani mund ta ndjej pak largësinë e Mateos, është akoma për tu parë nëse Brikena këtë e ka për lojë, sepse e gjitha mbetet në momentin që Mateo kthehet në shtëpi, pra kur të rikthehen tamam, nëse Brikena vërtet ka ndjenja për Mateon ose jo, por Mateo e ka seriozisht me Brikenën. Mendoj që mund të ketë diçka, e shoh Brikenën shumë të sinqert dhe mund të ketë diçka mes tyre. Absolutisht, sepse ajo ka qenë shumë e qartë që në fillim, pra kur nuk do ta ketë diçka, ajo nuk e ka diçka, dhe kur ajo fillon të ndjejë për diçka dhe do ta ketë, ajo e thot hapur dhe nuk fshihet nga kjo. Po, nuk fshihet si personazh. Kështu që është një marrëdhënie që mbetet për tu parë. Interesante. Erdhëm në fund të pjesës sonë të tretë. Thashë koha ikën shpejt këtu. Nuk e di si ikën atje, por këtu ikën akoma dhe më shpejt. Atje ikën më ngadalë, se duhet merresh me spotet, me jinglat, çdo gjë të jetë në rregull, duhet ju ndjekim ju, kështu që është më ngadalë koha. Këtu të rrjedh mendimin të merr përpara, të merren emocione, zihesh me të ftuarit për brenda, sepse jashtë nuk zihesh dot. Patjetër. Dhe sa për brenda thon, pse e shaj te personazhi tim preferuar? Ai është i mirë, nuk është ashtu si mendon ti. Je parsyet pse ai është i mirë dhe pse nuk duhet. Më bind. Do të kthehemi miq në pjesën tonë të katërt, ka publicitet. Big Brother Radio. Ke një biznes dhe dërgesat janë pjesë e përditshmërisë tënde? Me Postman dërgon shpejt dhe sigurt në çdo cep të Shqipërisë, në Kosovë dhe në Maqedoninë e Veriut. E vetmja postë që dërgon pako nga Shqipëria në Kosovë për 48 orë. Ne kujdesemi për dërgesat e tua që ti të fokusohesh tek rritja e biznesit. Postman është partneri yt logjistik, i shpejt, i besueshëm, gjithmonë shpejt. Zgjidh Postman për biznesin tënd. Ja të kemi mish në pjesën tonë të katërt dhe të fundit. Fatmirësisht, nuk e di domethënë, uroj fatkeqësisht sepse dua shumë që ju vetëm të na doni. Jemi këtu me DJ Ankloen dhe Atalantën për Kërçykun. Okej, ta specifikojmë kush është Atalant tjetër këtu të dalë përpara ose të hesht për gjithmonë. Ke grupin e futbollit që thënë në fillim të emisionit. Përveç kësaj. Po. Janë dhe një me stadium. Po, s'ka që. Do t'i gjejmë. Topit. Unë jam e topit, ajo. Kthehemi tek pyetjet e fundit. Pyetjet e fundit janë gjithmonë shumë pikante, paktën nga ana ime pikante. Hajde më le të themi, përpiqemi domethënë. Mendojmë dhe bëjmë po të njëjtë. Kë shikon si finalist? Paktën në rast se ne për shembull do të ishte finalja nesër që është shtu. Okej. Kë do të shikoj si finalist? Atëherë do shikoja Mirin, Selinën, Stenaldon, Brikenën dhe Kristin. Mirin, Stenaldon, Brikenën dhe Kristin. Interesante, pra vendose vetëm një vajzë, se zakonisht gjithmonë kur bëj këtë. Edhe Selinën, pra 5. E çuam 5. Okej. Mirë. Me hodhe poshtë atë që po nxjerrsh e pak më parë, se zakonisht do thoya je vetëm një njerëz që ke treguar i drejtë, se zakonisht po them 2 djem, do them 2 vajza. Ç'është kjo? Sipas meritës nuk ka gjini në finale. Po, absolutisht. Mund të jetë 4 djem. Po, mund të jenë edhe 2. Po duhet të jenë. Siç doli Kristi me Ilirin. Prita këtë dan, lutem. Korrigjohuni. Me këtë doli Kristi me Donaldin. Ai Kris Dragoti. Ama Gleria në ndihmoi një çik. Kristi duke se ishte me Luizin. Kristi me Luizin ishte? Ua, memoria jon. Vaj peshku.
Kush ishte Chris Dragoti në finale? Me Luizin. Me Luizin. Ai, Donaldi. Nuk piva e peshku, jam e sakt. Më thuaj dy finalistët pra. Me që vetë shëndrove në këto ujra, no to. Me dëshirën time, do doja shumë që një nga finalistët që do dilin kokë më kokë ishte Stenaldo. Dhe? Sepse një e kam mik, e kam shumë mik. Për këtë do të pyesja në fund, pra na ta lash në pjesën e 4. Dhe 2 Selina, do më pëlqente të shifja ata të dy kokë më kokë. E bukur. Dhe kush mendoj që do shkoj, pra që dua të shkoj. Do ishin që dëshiroj të shkoj. Por që do shkojnë, Stenaldo. Do shkojnë, jo. Mendoj që Miri do jetë patjetër, por mund të jetë edhe Selina. Pra Miri dhe Selin. Pra ata që kanë patur gjatë gjithë kohës për folje, mendoj që ata të dy mund të jenë. E bukur do ishte kjo, në fakt kur e mendon, ja që bën si regjizore kur e mendon. Sepse shkon aty ku i vret atyre. Edhe e bukur do ishte ende tani të shtojmë të bëjmë asistent regjizor. Imagjino të pyesësh njëri tjetrin thuash për shembull, nëse ti nuk dëshiron, mund t'ja lësh fitoren diku tjetër. Njëri prej atyre thosh po ja lë dhe tjetri thosh jo e dua për vete. Të thotë ajo kriza aty. Ti ma bere mu këtë punë. Edhe do ishte dhe s'do ishte, sepse në fund ditës ai gjë e la në dorë të lirë fitoren, kështu që ai e la, kush e do e merr. Flasim pak për Stenaldo përpara se ta mbyllim pjesën tonë të katërt, dhe të fundit Stenaldo. Një ish koleg në Top Albania Radio, mik shumë i mirë. Do të thënë Stenaldo është një nga personat më fantastik që un kam patur mirësinë dhe mundësinë e madhe nga Top Albania që të njoh. Do të thënë një nga kolegët e mi më të afërt. Dhe me Stenaldo ka qenë një shoqëri që ka qenë dhe jashtë mureve të punës, edhe pas pjesës që Stenaldo u largua nga Top Albania për të vazhduar karrierën e tij në Gjermani, prap ka qenë një miqësi që vazhdonte. Unë jam shumë e lumtur që ju flisni kaq fjalë të mira dhe superlative. Më vjen keq që unë kam 2 vjet në Top Albania Radio, pra viti i dytë. Teknikisht dhe nuk e njoha dot, di që është larguar pak më parë. Po, ka 2 vjetësh, po. Të shoh pak të përlotur për të. Jo. Jo. Më beso fare. Nuk kam ndje mungesën vërtet shumë. DJ Ankloe, ishte mrekullueshme. Seriozisht, shumë e mirë dhe unë them hape si parën e studiove televizive, radiofonike kudo, që më brenda familjes të Top Channel, Top Media dhe Meri Marela, gjitha. Shiko, që do hapen, po unë para mikrofonit dhe kamerës nuk do jem. Do jem gjithmonë brapa kvintave, jam shumë e lumtur duke u bërtitur nga brapa skena, se sa... Interesant, unë do të ftoj sërish, nuk e di domethënë. Këtë të harrosh. Ishte shumë kënaqësi. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit Atalanta. Kënaqësi. Miq, ishte gjithçka për sot. Ju falenderoj shumë që na ndoqët. Mos harroni nesër kemi Prime me Ledion Liçon. Nga unë Atalanta Kërçukov, natën e mirë. Shihem sërish.